Vllaznia do të luajë të premten orën 18:00 në stadiumin Loro Boriçi ndaj Teutës, ndeshjen e radhës për kampionat, ku çeblut do të kërkojnë të rikthehen tek fitoria pas disa pikëve të lëna në ndeshjet e fundit. Në prag të këtij dueli, në konferencën për shtyp mes fushori Klinti Çato, u shpreh se Teuta është një kundërshtar i vështirë, por shtoi se vllaznia në Loro Boriçi është shumë e fortë. Po, mendoj është një ndeshje e rëndësishme dhe për vazhdimsinë tonë, duke ditur që katër ndeshjet e fundit nuk i kemi marrë maksimale në pikëve. Mendoj që Teuta është një skuadër e kompletuar, është një skuadër që nuk han gola dhe është e vështirë që të lejmë pikë, por mendoj që në Shkodër ne kemi armë më të fortë fushën dhe mendoj që do dalim me 3 pikë. Çato u shpreh i bindur se ky është viti për të realizuar ëndrrën e tifozërisë shkodrane. Mendoj që është kompletuar grupi akoma më shumë, kanë ardhur akoma lojtarë më cilësor. Mendoj që vjet kemi bërë një punë të mirë, pavarësisht mbylljes jo të mirë që ne bëm, por shpresoj që këtë vit do ta realizojmë ëndrrën e gjithë shkodranëve. Po, ne kemi vënë një qëllim vetes që në të katra fazat të dalim në vendin e parë. Mendoj deri tani jemi duke realizuar, por e shohim dhe në ndeshjet në vijim. Pas 12 javësh kampionat, vllaznia mban vendin e parë me 24 pikë, po aq sa Elbasani që e ndjek nga pas.